Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi të dashurin ton Muhammed alayhis salam në ditën e bukur të xumas së datës 9 maj 2025 apo 11 Dhulkade 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, derisa të mos e shohim veten se jemi të përmbajtur, se nuk nervozohemi në njëherë, se dim ta kontrollojmë gjuhën tonë, se e mbajmë në kontroll temperamentin tonë, nuk mund të themi e as veten të bindim se besimi që mbajmë në zemrat dhe në gjokset tona është ai i cili kërkohet, ai efektivi dhe ai i cili na shtyn të bëjmë vepra të mira dhe na largon nga veprat e këqija. Nga burimet e Islamit jemi urdhëruar që në raste shqetësimesh mirë ta kontrollojmë gjuhën tonë, gjithsesi fjalët që nxjerrim nga goja. As më tepër që të mos mallkojmë, sepse kjo mbase edhe mund të pranohet dhe të bëhet realitet. Kjo sa vlen për gratë, sepse tek to është më theksuar, po as vlen edhe tek burrat. Personazhi në fokusin tonë sot është një burr, shumë jo stabil, që shpejt nervozohej, ishte impulsiv, kurse një ditë prej ditëve shkoi deri aty sa që edhe e mallkoi gruan e vet. I tha, Zoti ta shkurtoft gjuhën dhe të bëft me mete që të mos e dëgjoj më zërin tënd. Ashtu nervoz, ikë nga shtëpia dhe shkoi në punë. Kur u kthye pas vite nga puna, e gjeti gruan duke gatuar. E përshëndeti atë, mirëpo, ajo nuk i ktheu përgjigje. Ky kujtoi se ajo është duke mbajtur huj nga mëngjesi i asaj dite dhe mallkimi dhe fjalët e tija. Mirëpo, kur e pa që ajo nuk po kthente kokën, ai shkoi e preku në krah dhe tek atëherë ajo u kthye dhe e shikoi të shoqin në sy. Dhe u përpoq që të flas, por nuk mundi. Bile i bëri edhe më shenjë se gjithë ditën që në mëngjes atë ditë nuk po mund të fliste. Në atë gjendje, madje i rodhën edhe disa lot. I shoqi u shtank dhe u pendua për atë që kishte bërë. I bërtiste vetes, kurse her pas here e thipte të shoqen, por me kot. Ajo nuk u përgjigj. Të nesërmen shkuan në spital, i bën të gjitha analizat e nevojshme, mirë po, të gjitha rezultatet dolën mirë, sikur ajo nuk kishte asnjë lloj problemi. Kur u kthye në shtëpi, ajo mori një letër dhe i shkroi: Besoj se tash je i lumtur që t'u pranua mallkimi dhe nuk do ta dëgjosh me zërin tim. Pasi e lexoi këtë letër, të shoqit i rodhën lot dhe filloi t'i kërkoj falje. Pasi kaluan 3 ditë pa fol fare, çdo ditë në vijim i sillte nga një dhuratë. Herë i sillte nga një unaz, herë nga një tufë me lule, herë nga një dhuratë të tjetër. Filloi që t'i kërkoj që ajo ta zgjonte nga gjumi çdo mëngjes, por si ta zgjonte kur ajo tashmë nuk fliste. I tha që ta shkunte. Ajo e bëri këtë, jo që e shkundi, por bile edhe e stërpiku me ujë. Ai ashtu i trembur zgjohej nga gjumi, i nevrikosur, mirë po matej atë fliste, atë mos fliste, dhe e vendosi që të mos fliste, të mos bënte asnjë zë. Ditët kalonin, gjendja ndryshoi. Filloi të kërkonte klinika të specializuara, i këndonte Kur'an, i parasiste madje edhe ujë zemzemi nga qabja, mirë po me kot. Komunikimi mes tyre mbeti vetëm përmes të letrave, duke i shkruar njëri tjetrit. Ajo i shkruante fjalë që e preknin të shoqin, i ankohej për mallkimin që tashmë i kishte rënë në kokë. Gjithnjë duke e fajsuar se pikërisht ai ishte shkaku kryesor i kësaj gjendje. Pas 2 javësh, burri kishte ndryshuar 100%. Ishte i këndshëm, ishte bashkëpunues, i pamërzitur, shumë i matur, i kontrolluar. Dhe një ditë e shoqja foli. Gëzimi i shoqit ishte i pamas. Bile e çoi edhe në pushime
jashtë shtetit. Në fakt, vëllezër dhe motra, asaj nuk I kishte ikur goja, por kishte akëtruar sikur nuk dëgjonte edhe nuk dinte më të flas. Tha, në fund, kjo gruaja, se I ishin dashur vetëm 2 javë që ta bënte terbije burrin e vet. Tregimi im për sot mbaroi. Mesazhin nga ky tregim ju lë juve që ju ta nxirrni vetë. Dikush kështu apo dikush ashtu. E rëndësishme, keni kujdes se çka flikni dhe çka nxirrni nga goja juaj. Deri në takimin e xumas së radhës, ju përshëndes nga ky vend I bukur, nga kjo mrekulli që ka kriju I madhi Zot në rrethin e Sarandës, në vendin I cili quhet syri I kaltër. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.